Kryeministri Edi Rama në episodin e radhës të podcastit Flasim foli për zhvillimet kryesore të javës. Rama u ndal tek prokurimet publike ku theksoi se Shqipëria mban vendin e parë në rajon dhe ka një progres domethënës. Kryeministri theksoi se pjesa më e madhe e shërbimeve janë të aksesueshme në e-Albania, por nuk përmendi faktin që në pjesën më të madhe të kohës, e-Albania është jashtë funksionit për qytetarët. Këtë javë ndam disa të dhëna kuptimplota për ecurinë e jashtëzakonshme të Shqipërisë në fushën e prokurimeve publike. Një nga kapitujt më të rëndësishëm të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe një kapitull ku ndryshe nga pasqyra tërësisht e deformuar e realitetit të kanaleve dhe të portaleve të këtushme, Shqipëria shihet si e transformuar pozitivisht dhe vlerësohet me një progres domethënës. Sot, në bazë të vlerësimit evropian, Shqipëria është e parë në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë treguesit e prokurimeve publike. Ndërkohë që në disa indikatorë kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Janë rezultatet që tregojnë se nga njëra anë qytetarët tanë shërbehen tani më prej vitesh me një klik në sistemin e shërbimeve digjitale, ku 95% e shërbimeve që ata kërkojnë nga shteti është në platformën e Albania. Më tej gjatë fjalës së tij, Rama foli edhe për nënshkrimin e marrëveshjes mes shtetit dhe sistemit bankar për mbështetjen e sipërmarrjes shqiptare. Rama tha se kjo do të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që të rriten përmes kredive me interes më të ulët.